Na duhet që të sistemojmë pak tryezën edhe të bëhemi gati për recetën e dytë, cilën do zgjedhim pash pak produktet, por nuk di këtë zgjedh nga... Atë bëjmë disa biftek me kërpudha, jam ku jam me kërpudhat, po mbarë kërpudhat. Kemi dhe kërpudhat këtu. Okej, bëjmë biftek me kërpudha, recetën e dytë, dhe shohim së bashku recetën e shkruar. Këtë herë do t'i kemi shkruar produktet. Për familjet tuaja, për familjen e plot, familjen që kanë antarët e tyre, do të merrni 1 kilogram biftek, po flasim për 4 persona, 4-5 persona, 2 qep, 300 gram kërpudha, vaj ulliri, pak gjalp, 1 lug me mustard, krip piper dhe majdanos i grir holl. Shifeni sa pak produkte ju duhen për një recet të thjeshtë, të shijshme dhe të shëndetshme. Proteinike, vlerat proteinike sigurisht që nuk mungojnë, dhe ju përgatisni një vakt të plot. Okej. Ne sigurisht nuk kemi marrë 1 kilogram biftek, se nuk ka që na duhet për këtë recet, por do të tregojmë një shembull, një biftek, se si do ta gatuani. Ju pastaj në raport me produktet që unë lexova, do të kompozoni këtë recet. Nuk është e vështirë. Shumë mirë, mund ta kaloj në gjalp, mund ta kaloj në vaj. Po. Sot më ka kapur pak ndërgjegja të vaj. Shumë pak vaj. Të lej pak duart, Për ta skuqur po thua, për ta kaluar në tigan, mund të zgjedhim duke kombinuar të dyja vaj dhe gjalp, si t'jetë më e mira dhe si ta pranoj organizmi dhe metabolizmi juaj. Albana sot zgjodhi vetë që të përdori vetëm vajin për biftekun. Se di pse na kurseu sot. Shtojnë çik gjalp. E di pse? Jo, normalisht të gjalpin e kam, ja po kam. Ja. E kemi shkrirë është mustarda aty bashkë me gjalpin. Ja, lëmë dhe pak gjalp. Faktikisht, Androniki ka shumë të drejtë. Gjë më e mirë është. Pasi të buta i gjalpin, duket sikur i jep çik aromë. Dhe përse jo? Patjetër unë do të shtoj dhe gjalp. Kesh të shkrirë, jo të shkrirë. Kemi këto kutizat. Dhe është, një sekond. I ngrojmë të dyja, duke patur parasysh pak gjalp që t'jetë efektin që i jep gatimit, kombinimi gjalp edhe vaj ulliri. Atëre, e kisha lënë në nxehtësinë më të vogël, gjë që dua që vaj dhe gjalpi tani, që e shtua, të bëhet avash. Që çfarë kam marrë unë? E ke zgjedhur, e ke punuar, përse e kam marrë të tillë? E kam marrë të tillë sepse ju në shtëpi mund t'ju ketë ngelur një pjesë e vogël. Një pjesë e vogël. Sepse në shtëpinë nuk na gjenden gjithmonë filetot e prera edhe i kemi. Ja, kjo pjesa e vogël. Nuk marr as çekiç as gjë. Një gotë ujë. Pra, mua më pëlqen që demonstrimin ta bëj me gjërat e mangëta. Normalisht televizioni edhe i këtë gjitha. Por mua më pëlqen, jam vis në shtëpi, që thot ç'a të bëj? Ja. Çfarë të bëj? Kjo i ka bërë edhe kreative anvisat. Për shembull, unë nuk kam patur një roklai, kam hapur petët me shishen e verës. Po patjetër. Të marrë një furç. Duhet të veprojmë dhe të dalim nga situata. Jo se nuk e kemi çekiçin, po dhe ju mund mos e keni në shtëpi tuaja. Me gjithë kanë çekiçin nga darkë shtëpi. Jo gjithë. Kështu që shumë lirë. Nuk ngel bifteku pa e rrahur, por ja. E lën të tillë dhe e shplodhim. E shplodhim në rrahje, të thoni ju. Edhe një gjë e tillë ndodh. Me fundin, gjithmonë, me fundin e gotës i japim masën e duhur. Shtoj. Pak o skripë. Ngryt të qëndroj pak besoj ky bifteku kështu i marinuar. Si thua, ti lëm ca minuta të qëndroj? Shumë i bën që unë të vendos. Sepse duhet të qëndroj e tillë me mustardën. Krip piper dhe mustard. Vetë mustarda ka yndyrën e saj.
Pra bëjmë një izolim pak a shumë të lëngjëve si me mielin. Mirë se erdhët në Reze Diellin në hapësirën tonë të gatimit, po përgatisim një biftek. Në fakt, e marinuam, pritëm disa minuta që të përthitheshin mirë aromat, e lyem dhe me mustard, dhe për të fituar kohë, e vendosëm që të skuqej në pak gjalp dhe vaj, një kombinim sekret i çdo gatimi, duhet thënë kjo gjë. Është gatuar, zbutur nga të dy anët, deri tani e kishim me kapak që të qëndronte i butë. Dhe vazhdojmë tani me pjesën tjetër të recetës. I largoj dhe dua që të jenë pasi e kemi skuqur, e largojmë një, sepse do të shtojmë aty pjesën shoqëruese, me çfarë shoqërohet, çfarë do t'i shkoj për shtat. Që të thahet. Opa, qepët. Qepët e prera në gjysmë hënë. Në gjalp. Gjalp dhe shia e mustardës dhe erëzave të marinuara të mishit. E lëmë të tillë. E mbyll që të jenë të ngrohta, sepse e dim shumë mirë që bëhet kasht. Edhe qepët marrin aromën e mishit, marrin aromën e gjalpit, erëzave që shtuan mishit. Nëse unë do kisha vetëm qep, e mira dy që të karamelizoheshin, pra që të vendosja pakës sheqer. Por nuk harrojmë se ka mustardën, dhe mustarda në brendësinë e vet ka sheqer. Po. Marr. Kërpudhat, që normalisht do t'i pres, do t'i shkoj mbas formës që kam me qepët, diku të 3 kërpudha. Nuk më duhen që të jenë shumë të bëra, por dim që kërpudha e ka që e fyndyrën, e përthith. Fyndyrën, nxehtësinë, edhe vetë kemi thënë është një lloj sfyngjeri, ka lagështi brenda. E lënë në nxehtësinë e vet. Pra qep, kërpudha dhe domate. Mund të zithni pomodorini, mund të zithni domatet kuqe që keni në shtëpi. Gjysmën tjetër e kam rënë vetë. Provo dhe konfirmo. Patjetër, provo dhe kontrollo. Atëherë, përsërisim dhe një recetën tonë. Kemi përgatitur deri tani mishin, e kemi marinuar, e kemi skuqur fileto bifteku me kërpudha. Për një porcion më të plot për gjithë familjen, do të merrni 1 kilogram biftek, 2 qep, 300 gram kërpudha, 2 lugë gjelle vajulliri, 1 lugë gjelle gjalp, 1 lugë plot me mustard, krip, piper, majdanoz i grir holl, imët për t'ia shtuar në fund fare pasi ta kemi përfunduar gatimin ton. Një po e sjell majdanozin këtu. Kripën, piperin. Sërish, një përzierje të mirë. Nuk vendos lugën, sepse shkatroj qepën. Pra, paksa e mbyll që të krijohen avujt. Avujt, aty gjithashtu shijet përzihen, lëngjet që ka lëshuar mishi, aromat e erëzave, aroma e gjalpit dhe vajit, kështu që bëhet një gatim. Kërcej bashk me gjethe. Përgatisim të recet, kemi dhe një tjetër pastaj për të përgatitur një trahana, përsërit e tradita, lëvizim një çik, kthehemi përsëri tek fillimi. Bëjmë disa të gjithë. Çfarë kam?
të bimët aromatike. Dalo, pa këtu. Shtoj këto domatet e prera. Sa për ngjyrë? Sa për ato lëngjet që lëshojnë dhe për ta freskuar? Sa për kolor? Sa për kolor? Tani, I largojt gjitha. Asgjë nuk mbetet, vetëm ta shërbejmë ato në pjatën tonë, për ta shijuar më pas, pasi të ftohet paksa. Presim edhe tavën me domatet e mbushura për tu përgatitur. Mund të heqim atë letrën e aluminit, se mund që të marri pak ngjyrë nxehtësinë e fundit. Ja, kështu. Ne hoqëm tani letrën dhe presim që të bëhet gati në minutazhin që na ka mbetur. Besoj se do t'jetë derisa të përfundojë. Sa kemi Albana? Sa kemi minutazh? Po, kemi edhe 10 minuta, kështu që bëjmë edhe trahanan, servirim këtë recetë. Shifeni tani lëngjet si kanë kulluar, kanë mbetur aty brenda mishit. Në pjatë pra. Ja, një fikë të madhe. Derisa edhe mishi do ta presësh? Patjetër. E presim në mënyrë mirë është gatuar. Të tillë është shumë e nxehtë. Është nxehtë pak. Por them, Albana bëj durim. Të tillë, skiç. Sa e nxehtë që është. A ka krip ky mishi? Provojnë çik që t'ja hedhësh çik kështu se s'është më nusret. Ja zëvendin vetë. Regja, ma ka pak Albanën të hedhi pak kripër në mënyrë. Ne, në shqiptarët e kemi këtë gjë që qardhja dëmi tjetit është ja. Bravo. Kjo të je direkt me? Sa të shkon, të qarkulloj kripa këtu të këtu. Qarkulloj, më të qarkulloj të jem krip dhe sheqer. Të bjerë kështu, nga bryli. Jo, zeher. Atëhere, marrë një luk, dhe pse s'kam fare nevoj për luk, përpudat, qepët, tomatët. Krijoj një shtrat. Op. I tillë. E dua plot, do vë gjithë masën do vendos. Po. Se jemi... Am dhe perime, aty ka proteina, ka përpudat, do vendosim edhe mishin, që është bërë gati në copsa, direkt pirunin për ta konsumuar. Edhe këtë pjesën e vogël këtu se jemi të sëmur. Një pomodor mund ta vendosim këtu, edhe një tjetër, opa, mund ta vendosim këtu. Po. Edhe jemi... Dhe kjo pjata i shkonaj shumë këti lajmit që po ndjeki për rritjen e pensioneve nga janari, sa nuk e ke iden. E shef larg ti. Shof larg, shof dhe nga afër. Të lumë shinduar, unë po e marr pjatën dhe po e vendos në tavolinë,